Në total, kemi 14 aktakuza në mungesë. Prej tyre, kemi edhe 12 aktakuza cilat i kemi trashëguar nga misionet ndërkombëtare, e që ne kërkojmë një kornizë ligjore specifike, të veçantë, vetëm për krimet e luftës. Për masakrët e Reshakut, kemi hapur hetimet, kemi zhvilluar hetimet, sa i përket territorit të Kosovës kemi kryer gjitha veprimet procedurale që kërkohen. Tani gjysma e provave, ose provat më të rëndësishme të këtij rasti gjendet në Serbi dhe në ish-gjykatën ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, që tani quhet mekanizëm rezidual. Në këto dy institucione fatkeqësisht na duhet ta forcojmë bashkëpunimin, për Serbinë më nuk kemi bashkëpunim fare dhe kësaj është e pamundur të marrim prova materiale konkrete. Jemi të bë përpjekje maksimale që t'i sigurojmë ato prova në mënyrë që deri në përfundim të këtij viti ta ngrisim aktakuzën edhe në rastin e Reshakut. Ne jemi duke punuar dhe presim shumë shpejt të përfundojmë rastin e deportimit të popullsisë civile. Dëbimi është një ndër rastet më të mëdha që kjo prokuri është duke zhvilluar dhe presim që brenda këtij viti të ngritet aktakuza për atë rast. Kemi identifikuar një muri të rasteve të cilat jemi duke punuar dhe presim që disa prej tyre t'i përfundojmë në fund të këtij viti. Hetimet janë duke zhvilluar, rasti si tërësi është ende në punim me sipër dhe ato presim shumë shpejt ta përfundojmë. Ne po bëjmë përpjekje që brenda këtij viti ta përfundojmë edhe rastin e masakrës Dubravës dhe të ngritim një aktakuzë në mungesë, pasi që të gjithë të panderit nuk gjenden në territorin e Kosovës, të paktën deri me tani sa ka mri policia me verifiku. Mirë po, është një punë e madhe që kërkohet bëhet. Janë identifikuar mbi 700 dëshmitarë të cilët duhet intervistohen secili prej tyre. Deri me tani policia ka mbritur të intervistojë mbi 400 prej tyre. Kemi shumë shpresa që do të arrisim bashkëpunimin me ish-gjykatën penale ndërkombëtare për Jugosllavinë në Hagë dhe nga aty t'i sigurojmë disa prova materiale e saj përket përgjegjësisë komanduese në rastin konkret. Nga viti 2021 deri në mars të vitit 2025 kemi ngritur 37 aktakuza për krime lufte. Po flasim për një periudhë 4 vjeçare. Derisa organizata ndërkombëtare për 20 vite kanë pas rreth 19 aktakuza, ne kemi ngrit një numër kogja të konsiderueshëm të këtyre rasteve. Vetëm vitin 2023 kemi ngritur 15 aktakuza për 68 persona dhe në vitin 2024 kemi ngritur 14 aktakuza për 25 persona dhe një aktakuz për 53 persona, që në këtë rast është masakra e Mejës. Për periudhën 3 mujore të vitit 2025 kemi ngritur 4 aktakuza ndaj 6 personave. Në total kemi 14 aktakuza në mungesë. Prej tyre kemi edhe 12 aktakuza të cilat i kemi trashëguar nga misionet ndërkombëtare e që gjenden në gjykatë dhe duhet patjetër të filloj gjykimin e mungesë. Dhe në total i bie 26 aktakuza. Në këto 5 vitet që kemi marrë autorizimet nga misionet ndërkombëtare, ka pas përpjekje të vazhdueshme për përgatitjen, ngritjen e kapaciteteve profesionale të policëve dhe prokurorëve, po me sa vrej unë shumë pak të gjyqtarëve. Edhe në fund ne këtë të punë që e bëjnë në fund vendoset nga ana e gjyqtarëve. Prandaj duhet të jetë fokusi edhe të gjyqtarët që të ngritet kapacitetet profesionale të tyre në aplikimin e standardeve ndërkombëtare. Ne kërkojmë një kornizë ligjore specifike, të veçantë, vetëm për krimet e luftës. Dhe në kuptimin e strukturës ne kërkojmë një gjykatë, një departament, një njësi e cila merret vetëm me krimet e luftës. Dhe në këtë mënyrë na jep mundësi më shumë që ne të kryjmë punën tonë edhe të kemi rezultate më efektive. Në kuptimin e kornizës ligjore ne vazhdojmë të theksojmë që derisa shumica e shteteve ose vendeve ose gjykatat ndërkombëtare kanë ligje speciale për krimet e luftës, ne krimet e luftës i kryejmë me kodin e procedurës penale, i cili është i përgjithshëm edhe për terrorizmin, edhe për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Një standard sfidues që mund me kanë në këtë rast është nëse një deklaratë edhe në vitin 99 ose në vitin 2000 ose në vitin 2001, a do ta pranojë gjykata e Kosovës si provë të pranueshme në një procedurë penale? Ajo që është më rëndësi është që gjykata e Kosovës, sikurse çdo gjykatë ndërkombëtare, është që t'i vendos standardet. Për të gjitha këto dy vendime të fundit, ne po i presim gjykimet me shkrim, në mënyrë që me kuptu më shumë se çka ka ndodhur, cili ka qenë pozicioni i gjykatës në këto dy gjykimet e fundit. Po megjithatë sillen rreth asaj që të lënë përshtypjen ose të paktën nga ajo që lexoi gjyqtari gjatë shpalljes ishte që nuk e ka fal besimin
deklaratave të dëshmitarëve. Kurse gjykata e Hagës në standardin 3 thotë vështirësitë në kujtesë nuk janë të pazakonta për shkak të traumës. Dhe kjo nuk do të thotë se dëshmitë e tyre janë të pavlefshme. Prandaj kërkohet nga gjykatat tona të krijojnë standarde të rastet e krimeve të luftës, veçanërisht po flas sa i përket deklaratave të dëshmitarëve. Jo çdo deklaratë e dëshmitarit mundet mos t'i falet besimi, por duhet të administrohet dhe të ekzaminohet në frymën e standardeve që janë vendosur nga gjykatat ndërkombëtare. Një kriter tjetër që gjykatat tona kërkohet ta kenë edhe deri më tani ende nuk e kemi si standard në sistemin juridik Kosovës është përgjegjësia e personit kur vepron në grup.